Buri tim i ri ngrehur gjithë kohës më ndihmoni si të veproj. Kur u martova me Ardin, mendova se njihja çdo cep të shpirtit të tij. I njihja gjestet, mënyrën si pinte kafe në mëngjes duke lexuar lajmet në telefon, atë mënyrën si qeshte kur tregonte shaka që vetëm ai i kuptonte. I njihja duart e tij të mëdha, të ngrohta që mbanin timonin e makinës me një siguri që më bënte të ndihesha e mbrojtur. Por ka gjëra që nuk i njeh kurrë plotësisht. Dhe një prej tyre ishte dëshira e tij. Ardi ishte gjithmonë i dashur, por muajt e fundit diçka kishte ndryshuar. Prekjet e tij ishin më të shpeshta, më të ngutshme. Shikimi i tij më ndiqte nëpër shtëpi, madje edhe kur unë asgjë e vija re. Dhe natën kur trupat tanë takoheshin në errësirë, ai ishte gjithmonë aty, i gatshëm, i jetur, i uritur për mua. Në fillim më pëlqeu. Kush nuk do ta ndihej i dëshiruar, por me kalimin e kohës, ajo uri e tij filloi të më shqetësonte, jo sepse nuk e doja, por sepse nuk e kuptoja. Ishte sikur trupi i tij fliste në një gjuhë që unë nuk dija ta lexoja. Një mbrëmje vere, me dritare hapur dhe erën që sillte aromë bli nga obori, unë u zgjova rreth mesnatës. Shtrati ishte bosh. E gjeta në dhomën e ndënjes, ulur në errësirë me shikim nga dritarja. Hëna e plot ndriçonte fytyrën e tij, duke i dhënë një pamje të huaj, pothuajse të dhemshur. Nuk fle, pyeta, duke ulur pranë tij. Mori dorën time e mbajti në pëllëmën e tij. Nuk më zë gjumi, tha, mendoja. Çfarë? Heshti gjatë. Pastaj më shikoi me sy dhe pash diçka që nuk e kisha parë kurrë më parë. Një pasiguri, një druajtje, një fëmijë i vogël që kërkon ndihmë. Kam frikë se mos po bëj diçka gabim, tha. Kam frikë se mos po të lodh, por nuk mund ta kontrolloj dot. Ti je gjithçka për mua. Dhe trupi im përgjigjet para se mendja ime të mendojë. Atë natë biseduam gjatë. Më tregoi për ëndrat që kishte, për dëshirat që nuk guxonte t'i shqiptonte, për frikën se mos unë nuk ndjeja të njëjtën gjë. Dhe unë për herë të parë dëgjova vërtet. Ishte sikur trupi yt fliste një gjuhë që unë nuk e kuptoja, i thash, dhe unë nuk dija si të përgjigjesha. Ai më troqi pranë tij, në atë koltuk të vjetër që kishim blerë së bashku në një dyqan mobilesh të përdora, dhe aty në errësirën e dhomës së ndenjes, me hënën që na shikonte nga dritarja, ne filluam të mësonim përsëri gjuhën e trupave tanë. Jo me nxitim, jo me të uri të tij që më kishte friksuar, por me ngadalësi, me durim, me gishta që eksploronin si për herë të parë. Mësova se dëshira e tij nuk ishte një kërkesë, por një dhuratë. Mësova se trupi im kishte fuqinë të qetësonte atë zjarr ose ta bënte edhe më të madh. Mësova se ndonjëherë mjaftonte një prekje e lehtë në dorë për t'i thënë të kuptoj më mirë se 1000 fjalë. Dhe ai mësoi se unë kisha nevojë për kohën time, për ritmin tim, për atë moment kur trupi im donte të pushonte, jo të digjej. Mësoi se dashuria nuk matet me sasinë e dëshirës, por me cilësinë e pranisë. Tani, kur shoh atë shikimin e tij që më ndjek nëpër shtëpi, nuk ndihem më e vëzhguar, ndihem e parë, ndihem e dashur. Dhe kur natën trupat tanë takohen në errësirë, unë nuk pyes më veten pse ai është gjithmonë aty i gatshëm. E di se është gjuha e tij e dashurisë dhe unë kam mësuar të flas atë gjuhë. Ndonjëherë përgjigjem me të njëjtën gjuhë, ndonjëherë përgjigjem me butësi, dhe ndonjëherë mjafton ta marr dorën dhe t'i them të dua për të gjitha gjërat që fjalët nuk mund t'i shprehin. Sepse dashuria e vërtet nuk është ajo ku gjithçka funksionon përkryer, është ajo ku dy njerëz mësojnë të lexojnë gjuhën e trupave të njëri tjetrit edhe kur ajo gjuhë nuk ka fjalë.